2 persona janë arrestuar nga policia e Durrësit pasi merreshin me prostitucion dhe më pasi kërcënonin klientët me thik për t'u marrë para. Në pranga ka rënë edhe një person tjetër pasi gjatë kontrollit i gjetën një sasi lënde narkotike kokainë, të ndarë në doza dhe gati për shitje. Specialistët për hetimin e krimeve ndaj jetës dhe pasurisë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Durrës dhe mbështetjen e forcave operacionale të DVP Durrës, arrestuan 49 vjeçaren Alma H, banuese në spital, 40 vjeçarin Robert Lamnica, banues në Shanavlash, dhe 21 vjeçarin Armand Hysa gjithashtu nga Durrësi. Sipas hetimeve, Alma H ushtronte prostitucion në banesën e saj, ndërsa në bashkëpunim me Robert Lamnicën, shantazhonin klientët në kërcënimin e një mjeti prerës, duke ju marrë shuma të konsiderueshme parash. Në një rast konkret ata i morën një shtetasi 65.000 lekë të reja. Gjithashtu, Lamnica dokumentonte me foto intime marrëdhëniet me klientët dhe më pasi kërcënonte për publikimin e tyre me qëllim përfitimi financiar. Gjatë operacionit, u sekuestrua edhe mjeti i prerës që shërbente për kërcënime, i cili u gjet në banesën e 49 vjeçares. Ndërkohë, në momentin e arrestimit të Lamnicës, ai ndodhej në shoqërinë e 21 vjeçarit Armand Hysa, të cilit u gjet një sasi lënde narkotike dyshuar kokainë e ndarë në doza dhe gati për shitje. Operacioni zhvillua në bashkëpunim me prokurorinë dhe hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë viktima të kësaj skeme shantazhi dhe për zbardhjen në plot të aktivitetit kriminal. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme ndaj të ndaluarve, të cilët akuzohen për veprat penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë kryer në bashkëpunim, prostitucioni dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve.